Kosova vijon të mbetet pa një kuvend funksional. Për të 18 herë me radhë tentativa për konstituimin e legjislaturës së re, ka dështuar ndërsa deputetët refuzuan për të 10 herë formimin e komisionit që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për kryeparlamentarin. Kryesuesi i seancës Avni Dehari bëri një tjetër thirrje për konsultime me partitë politike, por pa ndonjë rezultat konkret. Propozimi i tij i mëparshëm për të mbajtur seanca vetëm një herë në javë nuk u mbështet nga grupet parlamentare. Seanca e së hënës u ndërpres dhe pritet të rifillojë më 21 maj në orën 11. Në mesin e pakënaqësive, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëron një hap institucional. Deputetja Time Kadria i tha se partia e saj do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Ky është një bllokim i qëllimshëm institucional dhe i papranueshëm. Ne po shqyrtojmë mundësinë që këtë situatë ta çojmë në gjykatën kushtetuese për interpretim. Ngërçi politik ka si epicentër mungesën e shumicës së nevojshme. Lëvizja vetëvendosje në koalicion me Guxo dhe Alternativa nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e Albulena Haxhiut si kryetare e kuvendit. Me kalimin e kohës dhe pa një zgjidhje në horizont, situata rrezikon të thellojë edhe më tej krizën institucionale në vend. Ndërsa vëmendja tani është përqendruar te seanca e 21 majit ku pritet të provohet sërish zhbllokimi i procesit.